Sirenat e alarmit u aktivizuan në gjithë Izraelin pasi Irani lëshoi një tjetër breshëri raketash balistike ndaj territorit të Izraelit vonë në mbrëmjen e së hënës. Sipas raportimeve fillestare, raketa u hodhën drejt disa zonave të vendit, ndërsa sistemet e mbrojtjes ajrore izraelite u angazhuan për interceptimin e tyre mbi qytete të ndryshme, përfshirë zonën e Tel Avivit. Në orët e para të incidentit, disa burime raportuan se Hezbollah kishte lëshuar raketa drejt veriut të Izraelit në të njëjtën kohë me sulmin balistik iranian. Zëdhënësi Israel Defense Forces i mohoi këto raportime dhe deklaroi se nuk ka konfirmim për përfshirjet e Hezbollahut në këtë valë sulmesh. Shërbimi i emergjencës Magen David Adom njoftoi se nuk ka raportime për viktima apo të plagosur si pasojë e kësaj breshërie raketash. Autoritetet izraelite u kërkuan qytetarëve të qëndrojnë në strehime deri në njoftim të dytë. Forcat e mbrojtjes vijojnë monitorimin e situatës, ndërsa tensionet mes Teheranit dhe Tel Avivit mbeten në nivel të lartë. Ngjarja është në zhvillim dhe priten përditësime të mëtejshme nga autoritetet.